Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës, kemi ardhur në Düsseldorf të Gjermanisë për të përcjellur ngjarjen e cila shënon këtë fundjavë. Është Kupa e Kosovës në Mërgat, që mbledh 10 klube kosovare që do të luajnë për Kupën 2025, e ku një koqër është FC Kosova e Düsseldorfit. Në vazhdim do të ndjekim një material ekskluziv që flet për këtë ngjarje, si dhe për komunitetin shqiptar që jeton dhe vepron në këtë pjesë të Gjermanisë. Kupa e Mërgatës u organizua për herën e tretë në Düsseldorf. Në stadiumin e Unterrachtit, futbollistët kishin arritur nga disa qytete të ndryshme të Gjermanisë, e ndërkohë pritej të bëhej hapja zyrtare garës. Pas prezantimit të ekipeve, futbollistët e bën një marsh të përbashkët në stadium, ndërsa hapja zyrtare Kupës si vjet u shoqërua me këngë dhe valle kombëtare që u shfaqen nga nxënësit e shkollës shqipe në Düsseldorf dhe të grupit të vallave Dardanët. Kupa e Mërgatës u zhvillua në formë të turneut në 2 grupe me nga 4 ekipe. Ndeshjet u zhvilluan fillimisht me sistem të pikëve e pastaj të eliminimit direkt. Për të tretën herë është organizator klubi i Kosovës së Düsseldorfit, njëri ndër klubet më të suksesshme dhe më të organizuara në Gjermani sa i përket klubeve shqiptare të futbollit gjatë ditës. Do të bëjmë intervista të ndryshme me futbollist, me trajner, si dhe me organizator të klubeve dhe do të ofrojmë më afër nesh të gjithë këtë ngjarje e cila sjell një veprimtari të komunitetit shqiptar në Gjermani dhe të futbolldashësve këtu në këtë vend të Evropës. Jemi tani në Burgplatz, në njërin prej qendrave më markante të Düsseldorfit, ku do të bëjmë një bisedë me njërin prej përkrasëve të FC Kosovës, zotin Arif Haliti, me të cilin kemi kënaqësinë të jemi bashkë këtu në Düsseldorf. Mirë se keni ardhur edhe ju në qytetin tonë të Düsseldorfit. Ne jem krenar që na vizitoni edhe si bashkë kombas Kosovës, si emigrant më të vjetër që 33 vite në Düsseldorf, edhe një krenar që vini na vizitoni dhe ne përcjellni aktivitetet tona kulturore sportive. Kemi një komunitet shqiptar jashtëzakonisht shumë të integruar, shumë të organizuar. Momentalisht jemi duke përcjell ndeshjet e Kupës për Gjermani në Düsseldorf, ku është një organizim jashtëzakonisht brillant nga presidenti jon zoti Bujar Neziri, edhe aktivitetet që kemi ndërmarrë si në aktivitetin sportiv, politik, organizativ, kulturor, njëm jashtëzakonisht si një Mërgat e organizuar edhe shumë kompakte. Ditën e dytë të garave u dalluan ekipet më të mira, të cilat kaluan në eliminimin direkt. Përfaqësuesit e klubeve dhe disa futbollistë folën për përvojën e tyre si vjet në këtë garë. Po shkon shumë mirë, jenë kënaqur se mujna me marrë Kupën e Kosovës këtu në Düsseldorf të na, se di so vjet jena tu e munu, e si vjet kena pat mundësin me ba, edhe besoj se ashtu jetë shumë mirë, klubet janë tonë kënaqur. Jeni kapiteni FC Kosovës, çfarë pritshmëri keni për këtë kupa? Mendoni si do ta fitojë Kosova? Besoj po se me këshyr me liga, jem edhe na, Landes Lig jem gati të hyjë Uba Liga, shumë me këshyr veç me liga jem na mas nalte. Edhe besoj se e morëm Kupën e Kosovës apet, e tani këshirëm tjetrin vjetë që ashtu ndodhë. Turniri po shkanë super për këtë moment, por ekipin jonë po shkanë shumë mirë, por vinë kajtë ratë, shukus po vinë, po knoqen. Sholla që të dinë fond shkanë mirë turniri dhe edhe kena sukses krejt. Sholla e mundëm me pritat arrit, edhe mundëm me ushku në Ligë Manat, në Oba Ligë, po këtë moment vend parë jena, e të qirëm, edhe 6 lojë e kena, 6 mëromta të lojë, edhe me sukses e pritëm të loja të fundit edhe sholla shkanë Ligë Manat, por këtë Kosovë mirë është. Gje kemi arrit rezultatet e mira, rezultati loja parë 1-1, loja 2-0, kështu jeni kvalifikuar në KO shpile që thotë këtu. Tash presim në kvalifikuar në gjysmë finale edhe në finale. Po klubi juaj çfarë pretendime ka? Mendoni se mund ta fitoni këtë kupë? Mundohem me jap më të mirën, kur e shohim Kosova e Düsseldorfit, çfarë lojtar ka, edhe çfarë kvaliteti dhe çfarë investime, na jena në rrugë
gati më afru pak Düsseldorfit, edhe pse jena dy liga më poshtë, veç besoj si do t'ja arritim edhe na. Vështirë është, ama do të përpiqemi maksimumi me. Ne këto gara njoftohem me shqiptar, si me ana e biznisit, si nga ana e sportit. Shumë ka bashkëdhetar ku mundem me u bashku edhe ma gjerë dhe me arrit sukseset në futbol edhe ma të loja. Po kënoqa që jam të këshilë futbol edhe që jam të taku shqiptarë. Me djeshme i kalum gjitha lojt, i fitum të gjitha 3 ndeshjet që i patëm, tash kena vrinë në gjysmë finale, po shpresoj me ekipin që e kemi, ka me kalu gjithë shka mirë, me potencialit që e ka ekipi, jam shumë i sigur që me shokët e mi kena me kalu edhe këtë rund, edhe me shpresim të madh që jemi në finale, edhe pse jo edhe turnirin ta fitojmë gjithin. Çka karakterizon ekipin tuaj dhe po ashtu klubin për nga organizimi? Pika parë është se jemi mbi 90% shqiptar, e kemi folum shqip, gjithçka varet prej gjakut shqiptar, me thonë, edhe organizimi është perfekt, si nga sponsorizimi, si kryetari e ekipit, si nënë mes veti lojtar, jemi gjithçka pozitiv, keshëm, lujmë bashkë, gjitha shkojnë pozitive, organizimi është perfekt. Garojmë në Kërsiga A të Baton-Württembergut, Ludwigsburg. Tash jemi vendin e tretë, po shpresojmë që me fitoret e lojëve të ardhshme mund gjejta një ligë më lart edhe besoj që ekipin që e kemi kena me arrit edhe atje. Si këtu që po garojmë tash me pozitivitet. Unë tash i bëj 3 vite se luaj për këtë klub, shumë mirë kem kalu. Është klubi shumë mirë, më shoqënishëm ton, të arreshëm, shumë mirë. Dje kem luajtur 3 lojë, 3 jatë fitore, sot gjysmë finale. Tash po presim finale, me marr finalen këtë. Shumë futbollistë kosovar që dikur ishin profesionistë në Kosovë e kanë gjetur veten në klubet tona në diasporë. Ka njëherë janë raste familjare që shumë njerëz vinë të familja vetë në Gjermani ose dalin mërgat për një jetë më të mirë. Unë kam pas fatin, kam luajtur 6 vjet në Prishtinë, 6 muaj në Vllaznim Gjakovës. Kam kalu shumë mirë dhe ka ardhur koha me ardhur këtu me luajt. Tash ka ardhur koha që edhe klubet shqiptare në Gjermani po i marrin, po interesohen për lojtarë që dojnë me ardhur në Gjermani, po ja japin mundësinë. Edhe ka dhe shumë lojtarë që janë të interesuar me ardhur me luajt. Edhe pse jena në liga amatore, ka ekipe që janë mirë të organizuar, si ekipi jonë FC Kastrioti, Shtuk në Brok, po ashtu edhe Kosova Düsseldorfit, edhe shumë tjera. Bujar, jeni një futbollist profesionist që keni luajtur për shumë vite në Kosovë, derisa tashmë 3 vite pjesë e Kosovës së Düsseldorfit. Si është për ju që jeni pjesë e këtij klubi? Po për mua është një ndjenjë e veçantë, duke ditur që jam në një klub shumë të organizuar mirë, në një kryqëzi shumë organizuar në krye me Bujar Nezirin. Falenderoj përzemërsisht për gjithçka që vojnë për Morgatën në përgjithësi, për lojtarët e Kosovës që kemi marrë disa lojtarë profesionistë këtu, kemi bërë një ekip shumë të mirë. Sot gjendemi këtu në Düsseldorf dhe është një turner që bëhet për Kupën e Kosovës. Vetë kemi qenë fitues, kemi luajtur me Ballkanin. Si vetë shpresoj ta fitoj këtë kupë, së ndjenjë veçantë duke ditur që edhe Llapi është afër finales, do të ishte një ëndër për mua që të ndeshem me ta. Kosova Düsseldorf dhe Drita Kosova u takuan në ndeshjen finale e cila u transmetua në RTK. Ekipi mysafir kaloi në epërsi përmes Muzliukajt, lojtar i cili pati rast edhe për ta ngritur epërsinë. Megjithatë, Kosova u kthye në lojë dhe përmes golave të Tolajt dhe Astrid Hysenit e riktheu rezultatin për ta fituar për herën e 5 këtë trofe në histori të klubit FC Kosova nga Düsseldorfi. Në ceremoninë përmbyllëse u zgjodhen edhe lojtarët më të dalluar. Astrid Hyseni ishte lojtari më i mirë i turneut, kurse Shpëtim Muzliukaj golshënuesi më i mirë me 9 realizime. Ekskluzivisht për emisionin AS, foli dhe kryetari i klubit Kosova nga Düsseldorfi, Bujar Neziri, i cili pati bara kryesore si nikosir i këtij turneu. Kjo është hera 5 që Kosova Düsseldorf e fiton këtë kupë. Ka një turnir shumë i mirë, një garë fair dhe sportive. Në fund gjithmonë pas gjithë turniri, Kosova Düsseldorf e fitoi këtë kupë dhe shpresojmë që vazhdojmë suksese të tjera. Fituesi Kupës së Mërgatës për vitin 2025 Kosova Düsseldorfit do të ndeshet në Superkupën Kosovë Mërgat me fituesin e Kupës së Kosovës që luhet mes Prishtinës dhe Llapit.